O Rame! O lull, hëmër lull, nga po më thretë sot. Nga Afrika Rame, kryesi ku i ke shokët. Videot ironike, memet dhe replikat e drejt për drejta në rrjetet sociale janë fushë betejë më e re elektorale në Shqipëri. Me zgjedhjet e 11 majit në Prag, fushatet kanë nisur të transformohen në spektakël online me episodet e quajtura Zgjimi i lulit dhe Ku i ke shokët. Ku i ke më ram shokët? Ha? Sa bëj 77 më ram? Ha? 313, aty ku ke shokët. Bëhet fjalë për kreun e shtetit shqiptar Edi Rama dhe kreun e demokratëve Euro-Atlantik Lulzim Basha, dy kundërshtar në politik, të cilët kanë filluar një konfrontim virtual, shoqëruar me batuta dhe sulme personale. Përpos faktit që videot janë bërë burim argëtimi për ndjekësit, kjo formë debati mes tyre duket se po ndihmon Bashën të mbetet faktor politik dhe Ramën të sfumoj kundërshtarin parisor. Por a është kjo lloj fushate risi vetëm e Shqipërisë? Sfida elektorale online mes Ramës dhe Bashës reflekton një tendencë globale, ku politikanët përdorin rrjetet sociale për të arritur më lehtë te votuesit. Donald Trump është ndoshta shembulli më i famshëm i një lideri që faktorizoi rrjetet sociale në politikë. Boris Johnson po ashtu përdori rrjetet sociale për të ndërtuar imazhin e tij si një lider karizmatik, po ashtu edhe argëtues. Kjo strategji krijon ndjesinë e përfshirjes së publikut dhe rrit të natyrshëm interesin publik, por njëkohësisht përdoret edhe si armë manipuluese për ta zhvendosur vëmendjen elektorale në një front jo real. Etika? A është e shëndetshme kjo formë e debatit mes politikanëve? Mungesa e një debati konstruktiv e rrëson rëndësinë e platformave politike reale, duke kthyer fushatën në një përplasje personale. Ndërka qasje të tilla mund të thellojnë ndarjet mes qytetarëve. Një publik i ndarë radikalizohet dhe prirët të votojnë në bazë të emocioneve sesa në bazë të argumenteve logjike. Pyes veten nëse kjo është e ardhmja e politikës, a do t'i zgjedhim liderat tanë bazuar nga përmbajtja e tyre virale apo nga politika që ata propozojnë?